Raporti Securimeter i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal hedh dritë mbi perceptimet e qytetarëve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor lidhur me politikat për punëtorët e huaj. Mbështetja për hapjen e tregut të punës ndaj punëtorëve të huaj me kushin që të ketë vende të lira ndryshon ndjeshëm mes vendeve të Ballkanit, duke reflektuar qasje të ndryshme publike ndaj migracionit të punës. Sipas të dhënave, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova shfaqin nivele më të larta të pranimit për këtë politikë me 76.9%, 61.9% dhe 61% të anketuarve, që e mbështesin idenë se njerëzit nga vendet e tjera duhet të lejohen të punojnë për sa kohë ka vende pune të lira. Ky nivel i lartë mbështetje sugjeron një orientim më liberal dhe ndoshta nevojën për fuqi punëtore në këtë ekonomi. Malizi paraqet një mbështetje mesatare prej 52.6%, që tregon një qasje të kujdesshme, por përgjithsisht pozitive ndaj emigracionit punës, e cila mund të lidhet me kërkesat e tregut lokal. Në kontrast, Maqedonia e Veriut dhe Serbia shfaqin nivelet më të ulta të mbështetjes me rreth 43% të anketuarve që e pranojnë këtë politikë. Në rastin e Serbisë, ky rezultat është veçanërisht domethënës duke patur parasysh numrin e madh të lejeve të punës që lëshohen çdo vit për punëtorët të huaj, çka tregon një mospërputhje mes perceptimit publik dhe realitetit ekonomik. Në nivel rajonal, 56.5% e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor mbështesin lejimin e punësimit të huajve kur ka vende të lira pune, ndërsa 62.6% preferojnë vendosjen e kufizimeve strikte për punëtorët e huaj. Vetëm 32.4% mbështesin ndalimin e ardhjes nga vendet jashtë rajonit dhe Bashkimit Evropian, duke treguar se proteksionizmi nuk është dominues, por ekziston si tendencë.